Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prokuroria e Përgjithshme regjistroi gjithsej 87 kallëzime penale në Shqipëri për krime zgjedhore, 34 është numri regjistruar i procedimeve penale, ndërsa 7 persona janë arrestuar konkretisht në Tiranë, Lezhë, Elbasan dhe Fier. Kallëzimet e mësipërme regjistruar 8 në prokurorinë Fier, 5 në Sarandë, 4 në Durrës, 21 në Tiranë, 4 në Kukës, 7 në Lezhë, 15 në Dibër, 2 në Vlorë, 4 në Korçë dhe 2 në Shkodër, 11 në Elbasan dhe 1 në prokurorinë e Beratit. Kryoi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Lirian Celibashi në përmbyllje të procesit numërimit të votave njofton se pjesëmarrja arriti në rreth 42.21%. Gjithçka sipas tij ishte në përputhje me kodin zgjedhor. Procesi është duke shkuar normalisht dhe besoj deri në fund të javës do të kemi edhe rezultatin për votimin nga jashtë, i cili do të bashkohet rezultatit e votimit brenda vendit. Numri zgjedhësve në listë brenda vendit ishte 3.467.962. Votuan 1.458.251 zgjedhës. Janë konsideruar të vlefshme 1.402.820 vota, ndërsa 55.334 vota janë shpallur të pavlefshme. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit Arbian Mazniku në intervistë televizive tregoi se si u arrit rezultati i socialistëve kur numri votuesve në qarkun e Elbasanit është më i ulët se në vitin 2021. Ai foli dhe për sistemin e padronazhimit, duke shtuar se është mekanizëm që ka për qëllim të njohë votuesit, ndërsa shtoi se një procedurë të tillë e ka çdo forcë politike në botë. Partia Socialiste ja ka dalë me sukses në 4 palë zgjedhje rresht të ketë një majorancë shumë të madhe, të qëndrueshme, të qartë, të pa ekuivoke. Pra, ki parasysh që pjesa më e madhe e forcave që drejtojnë sot Evropën kanë tipikisht një majorancë ke 30, 35%, 36% e votës publikut. Ndërkohë që Partia Socialiste ja ka dalë me sukses të mbajnë në mënyrë sistematike një përqindje që është në raport nga 47-48 ke niveli 52 si vjet përqind. Dhe të mbajë gjithashtu në mënyrë konstante dhe një numër caktuar mbështetësish dhe në vlerë absolute. Pra të dyja këto bashkë janë tregues, nuk është çështje, e them edhe një herë, nuk është çështje taktike, janë tregues e faktit që Partia Socialiste ja ka dalë të mbajë një nivel të lartë pëlqyeshmërie nga ana e qytetarëve shqiptar. Mbrojnë votën e shqiptarëve është thirrja e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha në protestën e planifikuar për në 16 maj në Tiranë. Duke paraqitur posterin, Berisha i njoftoi mbajtjen e protestës duke premtuar se do të jetë paqësore dhe nuk do të cënojë organizimin e takimit të liderëve të Bashkimit Evropian. Në një konferencë për shtyp një ditë më parë, Berisha bëri me dije se humbja në zgjedhje erdhi si pasojë e ndikimit të bandave dhe përdorimit të pushtetit nga socialistët. Presidenti i Francës Emmanuel Macron uron kryeministrin Edi Rama për fitoren në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Macron thekson se Franca do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Urime Edi Rama, mik i dashur për fitoren tënde në zgjedhjet parlamentare, shkruar Macron në një postim në platformën X. Do takohemi në samitin e Komitetit Politik Evropian dhe për një vizitë që do duhet na lejojë të forcojmë dhe më shumë partneritetin tonë, thekson Macron. Merret kryeministri Edi Rama e uroi kryeministri i Italisë Giorgia Meloni, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez, i Kroacisë Andrej Plenković dhe kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, si dhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Pasi uroi Ramën për fitore, presidenti i Komisionit Evropian vlerësoi dhe progresin që Shqipëria ka bërë në rrugën drejt integrimit evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.